Pas përplasjes së armatosur 2 ditë rresh në Lazarat gjatë natës së dieshme dhe në orët e para të ditës kanë vijuar krismat e armëve nga ky fshat. Përpasoj një punonjës i forcave të ndërhyrjes së shpejtë është plagosur, por është jashtë rrezikut për jetën. Banorët e Lazaratit kanë vijuar të djegin në mas hashashin e prodhuar një vit më parë dhe raportohen edhe fusha me bimësi të shkullur. Policia pas ditën dhe mbrëmjen e dieshme ngushtoi rrethimin duke marrë nën kontroll zonën e kultivuar me hashash pranë magazinës së shtetasit Gate Mahmutaj, ndërsa ky i fundit është zhdukur. Në intervistën e fundit televizive, ai u përpoq të shfaqsohet, por policia në këtë magazin konstatoi gëzhoja, fuqi me hashash që digjeshin, hashash në përthas dhe bimë që ishin gati për të mbjellë. Ndërkohë policia njofton se janë arrestuar 6 persona të akuzuar për sulmin ndaj gazetarëve të A1 Reportit. Ata janë Matias Mohamed Boçja, vjeç 23 banues në Lazarat Gjirokastër, Florian Nexhip Shurdhi, vjeç 29 banues në Lazarat Gjirokastër, Eugene Avdul Boçja, vjeç 19 banues në Gjirokastër, Xhevahir Miftar Doçi, vjeç 29 banues në Dunavat Gjirokastër, Ali Mato Basha, vjeç 46 banues në Lazarat Gjirokastër dhe Emiliano Bejko Aliko, vjeç 31 banues në Lazarat Gjirokastër. Këta shtetas janë paraqitur në komisariatin e policisë së Gjirokastrës gjatë pasdites së dieshme. Nga verifikimi i deklarimeve të tyre në polici, ku janë vërejtur mos përputhje dhe hetimeve të kryera nga policia, këta shtetas janë në cilësinë të dyshuarit dhe ndaj tyre është marrë masa e arrestit në flagrancë. Këta shtetas në bashkëpunim me persona të tjerë janë autor të dyshuar të sulmit me armë ndaj forcave të policisë në datat 15 dhe 16 qershor, në momentin që këto forca po zhvillonin operacionin policor për identifikimin e sipërfaqeve të kultivuara me bimë narkotike dhe azgjesimin e tyre. Policia mban të rrethuar gjithë zonën dhe sot në mëngjes nga disa banesa të fshatit dilte tym masiv. Bëhet fjalë për hashashin që banorët po vijojnë ta djegin në mëngjes pas rreshjeve të shiut të mbrëmshëm. Rreth 800 forca policie kanë rrethuar terrenin, ato janë nga Policia e Gjirokastrës, Forcave Speciale Renea, forcat të FNSH së Fierit, Shkodrës dhe Tiranës, si dhe të Delta Force në Vlorë. Po ashtu në këtë operacion janë përfshirë edhe shërbime të tjera speciale të drejtorive të policisë së qarqeve të tjera, si forcat elit të shërbimeve të Tiranës, Shkodrës e tjerë. Këto forca janë të mbështetura nga mjetet të posaçme. Bazuar në planin e hartuar, do vijojnë veprimet policore për azgjesimin e parcelave të kultivuara dhe kapjen e vënien para përgjegjësisë ligjore të gjithë personave të implikuar në kundërshtimin me armë të forcave të policisë së shtetit. Po ashtu janë ngritur grupe speciale hetimi të orientuara nga Prokuroria për krimet e rënda dhe Drejtoria për krimet e rënda në Policinë e Shtetit, të cilët po vijojnë veprimet paralele me veprimet operacionale të strukturave policore në terren për kryerjen e hetimeve dhe fiksimin e provave materiale.